Zoti Çela. Një minutë, më falni Zoti Shejaj, replik Zoti Xhafaj. Më përmend emrin, sa për dijenin, tuaj unë kam folur ndonjëherë në këtë sallë për emra e çështjet veçanta. Kur? Se nuk jam në partinë tënde dhe as në sikletin tënd politik. Sa i përket kompetencës lëndore të prokurorisë posaçme, mësoje me qenë se ke një zakon që flet, po nuk dëgjon. Nuk është vendosur në 2013, por në 2016. Kur u votua kushtetuta me 140 vota, edhe me votat e partisë tënde. Dhe kur u votua ligji për SPAK, edhe me votat e partisë tënde. Jo, zonja Tabaku nuk ka replik mi replik. Zoti Shejaj keni fjalën dhe më pas është zonja ministre, zonja Koqiu. Lutem tani e kam ndërprerë 3 herë fjalën Zotit Shejaj. Zoti Shejaj keni fjalën. Zoti Çela, u bëre një pyetje në lidhje me prishjen e ndërtimeve pa leje, sepse mora si shembull për padrejtësinë që ndodh në Shqipëri. Siç e dini, Shqipëria është një vend i padrejtë për qytetarët e thjeshtë. Në Shqipëri ligji nuk është i barabartë për të gjithë, dhe kjo ndodh edhe me prokurorinë. Nëse shikojmë veprimet e prokurorisë, prokuroria është shumë e rrept me qytetarët e thjeshtë, po jo aq e rrept me njerëzit që kanë pushtet. Dhe jo vetëm prokuroria, po i gjithë edhe qeveria dhe administrata. Tani mora këtë shembull sepse edhe në prishjet e ndërtimeve pa leje ka një padrejtësi të jashtëzakonshme. Nuk e di nëse ju e keni vënë re, por thjesht të bësh një xhiro dhe të shikosh se si shikon ndërtesa të shëmbura, pastaj disa që nuk janë të shëmbura, pastaj ndërtesa të shëmbura dhe pastaj ndërtesa të paprekura. Dhe ato që janë, sa më të mira janë, sa më shumë para kanë hedhur, aq më shumë janë të paprekura. Tani imagjinoni të vjeni në vend të dikujt, të një qytetari të thjeshtë, që ka ndërtuar pa leje, të ndosh pa leje nuk janë kriminela. Janë njerëz që do kishin dashur të merrin leje, por nuk ja jep askush. Dhe çka ka ndodhur? Këtyre ju vete policia dhe u shëmbin. Ndërkohë, dikujt tjetër ngjitur nuk ja shëmb. Jo vetëm kaq, po edhe i referojnë në prokurori. Dhe prokuroria vepron. Tani, çështja është, kjo, sipas mendimit tuaj, kemi të bëjmë këtu me një shpërdorim detyre? Ju ka bërë përshtypje një gjë e tillë? Në këtë kuptim e kisha pyetjen në lidhje me prishjen e ndërtesave pa leje, sepse duhet të jenë të gjithë të barabartë para ligjit. Dhe të gjithëve ju duhet shëmbur nëse është për të shëmbur, ose legalizuar nëse është për të legalizuar. Sepse kjo është një gjë që prek jashtëzakonisht shumë qytetar. Unë e kuptoj që në këtë sallë nuk besoj se ka deputet këtu të cilëve është shëmbur një ndërtim pa leje, apo gjykatës, prokuror, njerëz me pushtet, atyre nuk ju prishën ndërtesat. Edhe shtesat e vogla. Ata nuk referohen në prokurori, kurse qytetarët e thjeshtë referohen në prokurori. Dhe prokuroria është jashtëzakonisht shumë më e ashpër me ta. Në mes të Tiranës, zoti krye prokuror, në mes të Tiranës, tek liçeni, tek ish Sheratoni, kanë ndërtuar një pallat të tërë pa leje. Nuk ja shëmb askush. Atë nuk e referon njëri. Jo vetëm kaq, për atë s'flet askush. Sepse është në pushtet. Për këtë e kisha pyetjen, doja të dija nëse prokuroria ka vepruar, nëse ka hapur ndonjë hetim në lidhje me këtë shpërdorim detyre. Faleminderit zoti Shejaj. Nga ana qeverisë. Fjalën e ka ministrja Koqiu. Të përgatitet zoti Mediu.